Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka shprehur mirënjohje të thellë për trupat koreano-verior që po luftojnë në rajonin e Kurskut në Rusi, duke i vlerësuar ata për heroizmin dhe për kushtimin që treguan në mbrojtjen e këtij territori. Ky reagim erdhi pas konfirmimit të parë nga Korea e Veriut se kishte dislokuar trupa në Rusi, duke bërë të ditur për herë të parë një angazhim të tillë të Penjanit në këtë konflikt të vazhdueshëm. Në deklaratën e hënës të publikuar nga Kremlini, Putin theksoi se luftëtarët koreano-verior mbrojtën adeun tonë si të ishte i tyre, duke u bashkuar trupave ruse në operacionet ushtarake. Ai vlerësoi kontributin e tyre në rikthimin e rajonit të Kurskut, i cili ishte nën kontrollin e forcave ukrainase për një periudhë të shkurtër gjatë vitit të kaluar. Një pretendim që është mohuar nga zyrtarët Ukrainas. Sipas zyrtarëve të inteligjencës të Shteteve të Bashkuara, Koresë së Jugut dhe Ukrainës, Korea e Veriut kishte dislokuar mes 10.000 dhe 12.000 trupa në Rusi vitin e kaluar, duke shënuar pjesëmarrjen e parë të madhe të trupave koreano-verior në një konflikt të armatosur që nga përfundimi i luftës koreane. Megjithatë, Korea e Veriut kishte hezituar deri tani të konfirmonte ose të mohojë këto raportime. Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka vendosur të dërgojë trupat në Rusi si pjesë të një traktati mbrojtjeje të nënshkruar me Putinin në qershor të vitit 2024, që është cilësuar si një nga marrëveshjet më të rëndësishme të mbrojtjes mes dy shteteve që nga fundi i luftës së ftohtë. Traktati kërkon që Rusia dhe Korea e Veriut të ofrojnë ndihmë të menjëhershme ushtarake nëse njëra prej tyre sulmohet. Në deklaratën e Komisionit Qendror Ushtarak të Koresë së Veriut, Kim Jong-un u shpreh se dislokimi i trupave kishte si qëllim shfarosjen dhe çrënjosjen e pushtuesve neonazist ukrainas dhe çlirimin e rajonit të Kurskut në bashkëpunim me forcat e armatosura ruse. Kim theksoi se ata që luftuan për drejtësinë janë heronj dhe përfaqësues të nderit të atdheut.